përsëris mendimin tim që të shprehur shpesh, fakti që ka akoma Enveris. Madje na dalin dhe për ekrane herë pas here. Në PD? Natyrisht do ketë berishist. Në PD? Enveris në PD? Jo, Enveris në shoqërinë shqiptare. Okay. Pa dyshim që do ketë berishist. Kjo edhe kur të mos sjell. Edhe kur të mos udhëheq më. Pra, për analogji po ju sjell një shembull nga rasti i Italisë. Berlusconi u rrudh, pasi humbi dhe herën e dytë pushtetin, e mbajti mori 2 herë qeverinë në 2 periudha të ndryshme, u rrudh deri në 8%. U rrudh në 1/3 e asaj çfarë arrinte të merrte politikisht. Këtë gjë po shohim dhe me Partinë Demokratike të udhëhequr nga zoti Berisha, sepse sa kohë njerëzit kanë provuar 1 herë, 2 herë, nuk ke më ofertë për ta. Dhe nëse partia, unë thash, identifikohet me berishistët që kanë udhëheqës Berishën dhe nuk kanë mendim politik, nuk kanë ide politike, nuk kanë kolona morali politik mbi të cilat ekzistojnë dhe funksionojnë, nuk kanë ofertë politike, atëherë për shoqërinë shqiptare është thjesht Berisha, e duan ta provojnë edhe një herë apo jo. Nuk besoj se shoqëria shqiptare ka një tregus të sotëm, dallon do kush në një shenjë që shoqëria shqiptare do ta riprovojë për herë të tretë Berishën. Prandaj nuk mund të jetë. Pak më parë nuk mund të jetë, vetëm do rrudhet. Pak më parë kisha dhe një pjesë të pyetjes dhe ju përmenda që në garat e mëparshme në Partinë Demokratike ju keni qenë kandidat për kryetarin, përmenda zonjën Argji, Eduard Selami kishte ide, platforma që ju i prezantonit në atë garën e brendshme në mediat kombëtare, në mediat e shkruara, në mediat, pra në gjithë median, por edhe brenda Partisë Demokratike kur dilnit dhe takonit demokratët. Këtë herë në 2026-ën, pse nuk ka kandidat që të dalin me platforma? Ndjesëm s'ka problem. Ndjesëm më shkau në përgjithësim të das. Nuk ka, sepse e para, në kohën që drejtonte Partinë Demokratike Basha nuk e kishte autoritetin dhe nuk i kishte ndjekësit e verbër siç i ka Berisha. Basha mbështetej pikërisht ata ndjekës të Berishës sepse ishte njeriu i Berishës. Por nuk i mjaftonte kjo, sepse i mungonte autoriteti, i mungonte besueshmëria, i mungonin provat për të bërë lider, dhe kjo nuk e mundsonte Bashën, jo se s'donte ta bënte dhe ai të njëjtën gjë, por nuk i mundsonte dot që të shmangte proceset politike. Në rastin e zotit Selami pothuajse e shmangu, por në 2021 nuk e shmangu dot, ka qenë dalja ime fillimisht, madje edhe me një manifest politik që mbetet ende dokumenti më i mirë politik për Partinë Demokratike. E kujtoj atë kohë. Pa modesti e këtë gjë, dhe dalja dhe 2 kandidatëve tjerë, zonjës Argji dhe Shehaj, e bëri të pamundur që partia të mos hynte në një proces. Por dhe ai nuk qe proces. Fakti që ne bënim secili takime veç. Fakti që Basha kur nuk pranoi të ballafaqohej me rivalët, po shmangej. Fakti që Basha bëri një garë pa barabartë të shoqëruar e gjithë administrata e Partisë Demokratike, të gjithë deputetët, kryetarët e degëve, mbushnin kutit për kryetarin, kjo tregon që nuk qenë një proces i drejtë dhe i barabartë. Por unë e kam njohur si proces sepse kur kam hyrë në garë e kam ditur, nuk është se e zbulova gjatë garës apo mbas garës. E kam ditur se ku po hy. Por kam hyrë për t'i dhënë partisë një proces politik, të cilin sot ne nuk e kemi. Sepse të gjithë ata që janë atje, në mënyrë absolute, nuk duan të ketë proces politik, nuk duan të dëgjojnë atë që e dinë shumë mirë. Edhe këta që guxuan të dilnin kandidat. Atje kanë qenë përpara, nuk kanë reaguar ndonjëherë. Prandaj nuk mundet që të krijonin dot një aksion të qëndrueshëm brenda partisë. Që partia mund mos i votonte, por të paktën t'i respektonte. Ky është problem moral i mënyrës se si ti shkëputesh nga si thua ajo vorbulla e madhe e politikës dhe krijon një propozim të ri brenda partisë. Po qëndroi te nuk e kishte asnjë nga kandidatët. Po qëndroi te një prej emrave, një prej atyre që synonin kandidimin për kryetarin Ervin Saliani, që përveç se nuk u bë pjesë e garës, u përjashtua edhe nga Partia Demokratike. Çfarë bëri gabim Saliani në televizje të tij brenda Partisë Demokratike? Tani nuk dua që të merrem me emrin që përmendet për faktin se ai është në goditje nga një trup e madhe që është Partia Demokratike dhe instrumentet e saj, por dy gjëra duhet t'i them. E para, aksioni i tij nuk nisi si një aksion politik për ndryshimin e partisë, nisi si një ambicje për të kapur
vendin e sekretarit përgjithshëm në mos atë sekretarin organizativ. Do të thënë, kjo ishte një nga gjërat. Edhe kur nisi takimet, nuk kishte këtë gjuhë që ka sot. Pra ndryshimi nga ku nise ke ku bitise tregon gabim. Unë kur kam dalë ditën e parë që kam shpallur kandidaturën për krahasim atëherë, kam thënë, ka përfunduar një projekt politik. Kemi nevojë për një projekt të ri politik. Kaq, thelbi. Po në qoftë se do të kishte ndonjë sekretar të përgjithshëm ose organizimi do rintej, çfarë ka thënë për Berishën deri para 6 muajsh? Çfarë ka thënë për kryetarin para ardhës? Këtu kemi të bëjmë pastaj me historinë. Si është sjell në rastet kur individi kushdo qoftë, vetëm ai, kushdo. Si është sjell kur në parti ka pas debate mbi një fenomen shumë të rëndësishëm, kryetarokracia? Apo ka bërë dhe ai atë që i bëjnë atij sot që i prishin takime etj etj? Apo i mbyllin dhe derën në selinë e Partisë Demokratike, e përjashtojnë nga partia? Po, ka qenë pjesë e këtyre gjërave. Nuk kam qenë unë ose në një tjetër, se s'po bëj krahasim me zotrinë sepse thash nuk dua ta godas më shumë, se mjafton që i godasin ata të tjerë dhe është tepër. Dhe është e padrejtë çfarë bëhet. Se për mua nuk ka qenë hero kur e quanin hero, as i dënuar politik kur e quanin dënuar politik, por nuk është bashkëpunëtor i krimit siç po i quajnë sot. M'vjen keq që ndodh kjo gjë. Sepse kjo tregon mungesë respekti për veten, që ata që janë atje. Nuk po flas për individin, për Saliani, flas për tjerët.